4 të arrestuarit për zjarrin që shkrumboi pallatin me 12 kate të martën u lanë të lirë. Inxhinieri i kompanisë Arlis, Enver Ademi, Altin Fortuna, kontraktori i fasadës, Agron Cara, administratori i pallatit dhe menaxherja e marketit nga ku dyshohet se nisën flakët, u lanë në detyrim për të paraqitur në policinë gjyqësore. Dyshimet janë se flakët nisën te cepi i marketit pas djegjes së kartonëve. Mendohet se kanë qenë disa të mitur që ndezën zjarrin, i cili në vetëm pak minuta përfshiu gjithë pallatin. Ekspertët ngritën alarmin për materialin e përdorur në fasadën e jashtme të pallatit, që favorizoi flakët, duke bërë që të depërtohen brenda të paktën 30 apartamenteve. Banorët të mbetur në mëshirë të fatit bën apel që të dëmshpërblehen, pasi të gjitha kursimet e jetës së tyre i kishin shpenzuar për të blerë një apartament. Shoqëria Arlis Ndërtim doli me njoftim zyrtar duke marrë përsipër rindërtimin e plotë të fasadës së pallatit të dëmtuar nga zjarri, si dhe të gjithë apartamenteve të dëmtuara me shpenzimet e saj. Për të shuar flakët u angazhuan disa mjete zjarr fikse, forcat e policisë dhe ekipet e emergjencës për të evakuar banorët e bllokuar në apartamente. Pas më shumë se 4 orësh ndërhyrje nga toka dhe ajri, zjarri u vu nën kontroll, duke lënë pas dëme jashtëzakonisht të mëdha.